Kërse po llogariti diçka në Jo, nuk e kemi një kandidat në lojë, mirë po nëse duhen votat tona, edhe këtu buron ajo ndihma që u mundu me dhënë, u keq kuptu me gjash, nëse vetëvendosje ka drejt me kushtetut, bazë të vendimit gjykatës me propozu kryetarin e vendit, ka drejt me votu nëse i ka votat, dhe s'ka nevojë me na pyet neve asgjë. Nëse është e logjikshme, nëse të vijnë vota ime, shembull zoti Koniusha tha, na thonë marrëveshje politike. Po mirë që marrëveshja, s'po të lypi kur gjë. S'kam kur gjë në lojë, s'po ta lypi votën, se s'kem nevojë për vot të vetëvendosjes në kuvend. Po nëse të vijnë vota ime, të paktën më afroni një kandidat më unifikues. Pra kjo është ajo diçka shumë e kujdesshme, unë mendoj kjo është ndihmëes. A ju kontaktoi dikush këtë ditë? Jo. Jo, nuk kem komunikim, po ajo vlen që kemi thënë, pra ne vërtet që keni dy kandidatë. Po shiqo, unë edhe pa ditë që vetë vendoshe... Saronda Bogujevci, e cila në fakt ju ka reagu sot, pra, edhe disi përkrahja ju edhe të tjerëve e ka bo nervoz ato, pra nuk pret që ju me përkrah, edhe po ashtu Shqipe Selimi, pra zonja Shqipe Selimi, janë dy kandidate që ju i keni thonë që do t'i votonit nëse VV-ja i propozon për kryetarët të parlamentit. Shiqo, kjo është dëshire jona me dalë prej ku jem. A u dëshira propozim kështu djallëzor, po themi, që po ja të saktoni mas pari kandidatin VV-s, edhe dyta, po i bëni, si me thonë, një dëm lëvizjes vetë vendosin këtë rast, duke e futur në të lashe me vetë njerëz të... Edhe ata mujnë me na bo një dëm ne, njëjtën kohë, me qitë kandidat. Këta që kem propozu ne, edhe ne do të romi edhe në votën. Pra nuk është kjo ajgare që kem bo ne, unë nuk po thëmë se e kom nëjë konsiderat të zakonshme për këto dy zone. Edhe nuk janë propozime dhe mija, se sikur aleancat i kishë fitu zhjetë, se kësha propozu as njerën nga këto, se kemi shumë njerës mirë në aleancë, po me që ata e kanë drejten, po ju vynë vota jonë, nëse që vynë vota jonë, të rinë me këndojnë, po nëse duhet me të vëtu, mund shama me të vëtu. Pra kanë propozu dy zonja që na nuk e kemë problem ja u qitë votën. E pse se keni problem me votu për shamu, a të fillojmë Saronda Bogujevcin? Në tani, unë e po shregimin e saj, pak i ngarkum reagimi, realisht nuk më do këfat adekuat, sepse ajo ka qenë në kryetare parlamentit dhe i tash. Ne kemë bashkëpunu me të që në kryetare parlamentit, ka u hitë seansa. Edhe shumë thjesht, pra, e logjikshme që mund me qenë në kryetare kuvendit. Ishte femër, kjo kandidatja që i propozhej VV, femër është e gruaja e Recep Çelimit, i solidariteti u QK-s me ata që janë atje. Pra kjo ishte arsye po, kjo ka buru pej, realisht emri Shqipe, se na kemë diskutu, ka buru pej atyre që kanë pak miqësi me Regjen, me UQK-n, me këto, ju dini, na jemi paka shumë si UQK atje, edhe ka arë kështu edhe, okej, na kemë diskutu me në nesh, a këshim mujtë me japë votat. Edhe ka rezultu që po të ishin këta dy kandidatë së të të kishin problem. Pra ju mbetni me këto, nëse përshamu nesër e dalin në votim së ashtë njera që në propozimi yni, ne përshamu nëse do në vetë vendosje, ne përja propozojmë ti me kaderijaj për kryetarët kuvendit. Pra në anën tjetër. Shumë ma e mirë se të gjithë, edhe përja votojmë, pra në ta përjavim vendosje me propozu. Nëse jo... Mos po propozon dikën tjetër që ka qenë në grupë me juve, po dalim pak marron atë. Si që tani, e drejta e VV-s është me propozu këndojnë ata. Ne po ashtë kemë drejt me diskutu ku ja qeshin votën, ku jo. E pse nuk kemë bështete për shembull zonën Albulina Haxhiu? Ka qenë figurë jo unifikuse. Ka qenë figurë që nuk ka dhënë një vlerë caktume, që të jepë votën, që mbron demokracinë, që mbron ligjshmërinë, që me gjatë e parlamenti është një shion që na përfaqëson edhe opozitën i vetëm. Jo gjithmonë. Kadri Veseli ka qenë një prej figurave që u do opinioni për të, ka qenë në një fazë Kadri Veseli për shembull. është do shumë opinioni po më fjala për emrin e Kadri Veselit, kur ka marrëveshje politike ndryshon, kur bëhen marrëveshje politike. Bëhen marrëveshje politike, se si ka interesin vet, që nëse do të kish bashkëqeverisht dikush me VV-n, atëra ty merren vesh. Ka dhe marrëveshje bashkëqeverisht, kush o kryetarë, kush o kjo ajo, edhe gjinë zgjidhja.
pa marrëveshje politike, pa as një kundërvlerë, ne e kem ndihmu procesin, do thonë se ja japim votën, sikur të ishin këto dy kandidate. Edhe ende pa dalë kjo e tyrje. Ne këto i kem thonë, para se me qitë VV-ja, kandidatën e vetë, pa e publikuar para se me dalë ta me një kandidate, kemi thonë, ja u kemi jep mushin, sikur ta kishin qitë njëre nga këto dyja, do të kishin vota. A ka shans me lëvizje për këtij pozicioni dhe me mbështet për shkakun zonin Haxhiu? Si që nuk e në aleanç nuk ka një vullnet për votë pro saj. Me të vërtetë po s'ka vullnet askush. Po, për hir të kësaj që ju po thoni, që ka sens kjo, që po që se nuk konstituohet kuvendi, nuk rrjedhin afatet kushtetuese, rrjedhimisht nuk jam nuk krijohet mundësi as për një qeveri të opozitës. Nëse do të kishte ne qendrëm përbashkët opozitës në tërësi, që mos e bllokuë këtë parlamentin edhe ne nuk kishim bërë dallim në fund të fundit. Por nuk do të jem ne ata që do të ndahemi, do të kem vot pro zonës Haxhiu, as si të vetëm, as si ndihmesh. Pra nuk e shohim rolin ton me ndihmu këtë proces duke dhënë votën kësaj. Ne kem pa rolin ton, e kem hetu që mu i marrë të kë ngërç, edhe prata kem dalë me dy propozime që vërtet mos marrë të ngërçi. Ku thash që ju thatë mundet me propozu për shkakun zonën time Kadriaj, unë thash që mbase do ta propozoj dikë tjetër për grupit tuaj parlamentar, fjala është për Fatmir Limen. Aktualisht pra do t'i limaj, pra shihet si njëri që e ka nda votën me ju, pavarësisht që tek pjesa e kryeparlamentarit po vazhdon me votu njëjtë si opozita, tek pjesa e raportit të Komisionit Verifikimit Mandatit ka votuar si lëvizja vetëvendosje, flitet që ka negociata mes tyre, ju sini në kontakt fare me të prej ditës ku ai ka dhënë një intervistë në TV Dugazhinin, në cilën ka fol, siç është shpreha i disa herë tashmë, për atë që duhet të jepet mundësi vendit që të ketë një qeverisje, për mos të ketë një, po themi, betonizim në pozicione të caktuara. Ju s'keni fare komunikim me ta? Jo, nuk kemi, nuk e di, ma do tjetë kandidatura e zotit Limaj, po ai e ka vështirësuar bashkëpunimin me atë pozicionimin e tij i hapur për negociim me Kurtin, edhe me negociatat me Kurtin, ndaras nga ne, ndaras nga opozita, pra e ka vështirësuar. E ka vështirësuar? Po si, duket që disi pra je shumë i nervozumtë, i zhgënjur, ose ma saktë më thonë. Tani, për mos me u këthy në ato marrëdhëniet tona që kemi ardhur deri këtu, po është e vërtetë se nuk ka qenë lehtë për ne të bashkojmë vot për qeverinë e opozitës. Është dashur fillimisht me kriju atë vot, si rasti edhe nisma me pas deputet, edhe qëllimi pse jemi mobilizuar që edhe nisma me pas deputet ka qenë pikërisht për ndryshimin, për një qeveri të opozitës,